Edi Rama duket se ka filluar të shqetësohet, teksa Brukseli i ka vënë me shpatulla pas murit. Edhe në PS kanë filluar të trazohen ujërat. Rama ka vendosur që të fokusohet më shumë te grupi parlamentar. Nga tani në vijim grupi i PS-s do të jetë më lart se qeveria e Kuvendit Bashk, pasi drejtorët e institucioneve do të japin llogari para socialistëve. Për të qenë më saktë, Rama ka thirrur të shtunën një mbledhje të zgjeruar të grupit. Mbledhja do të nisë në orën 11 dhe do të hapet nga kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla. Më pas fjalën do ta marrë kryeministri Edi Rama, i cili pritet të paraqesë drejtimet kryesore të diskutimeve. Nuk dihet nëse në këtë mbledhje do të shërtohet edhe mungesa e Elisa Spiropalit gjatë votimit në Kuvend për Belinda Ballukun, pas debatit në distancë një ditë më parë me saj dhe kreu të grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla. Në vijim të agjendës është parashikuar raportimi i drejtoreshës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lorena Goxhobelli, e cila do të informojë mbi ecurinë e proceseve të regjistrimit pronave dhe problematikat e hasura në terren. Pas raportimit, deputetët do të kenë mundësi për pyetje dhe diskutime, me një kohë të kufizuar deri në 2 minuta për çdo folës. Gjithashtu pjesë e takimit do të jetë edhe raportimi i bashkëkryetarit të Komisionit Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale Arbian Mazniku, i cili do të paraqesë zhvillimet e deritanishme dhe hapat e ardhshëm të reformës. Edhe në këtë rast janë parashikuar diskutime të shkurtra nga deputetët. Në agjendë përfshihet edhe prezantimi i strategjisë së komunikimit. Me pak fjalë, deputetët e PS-s do të marrin leksione nga Njeza Maja dhe Jonida Shehu se si duhet të flasin. Mbledhja pritet të mbyllet me konkluzionet dhe fjalët përmbyllëse të kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të grupit parlamentar Tauland Balla.